Ne dim realisht peshën reale të Kosovës në marrëdhëniet ndërkombëtare, nuk është që shteti i Kosovës ka kapacitetet jashtë zakonshme të jetë kontribuese në këto aranxhmane globale, mirë po është e rëndësishme, do të thotë që vendi ynë është në të njëjtën linjë, është në të njëjtat binar dhe konsiderohet si një partner nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për dhënë kontributin e tij modest, për aq sa ka mundësi. Unë mendoj që kjo është një nga gjërat më të mira që i ka ndodhur Kosovës viteve të fundit, për shkak se ne vazhdimisht kemi folur për një diplomaci neglizhente të Kosovës dhe ftesa e presidentit Trump që Kosova të jetë edhe themeluese dhe anëtare e Bordit të Paqes është një nga lajmet më të mira që ne kemi marrë, domethënë si Kosovë, të pas parasysh se Kosova dhe Shqipëria janë të vetmet vende nga Ballkani Perëndimor që janë pjesë e këtij bordi, edhe kjo ka rëndësi me vetpartin se na tregon edhe një herë që Kosova vazhdon të jetë në agjendën amerikane.